Për shumë gra dhe vajza përditshmëria bëhet e vështirë. Ato duhet të përballojnë paragjykime gjinore, dhunu verbale dhe ato fizike, diskriminimin gjinor. Ka vrarë me pikë bashkëshorten vetëm 36 vjeç. Ka mbetur viktim një grua e vrarë po nga bashkëshorti i saj. Prej kohësh mbante mbyllur bashkëshorten e tij, të cilën e mbikëqyrte me kamera si dhe ushtronte dhunda i saj. Gratë marrin ndihmë sociale, gratë nuk marrin banesë sociale që divorcohen, gjyqet shtyhen shumë. Po në 8 mars e gjithë bota proteston për të drejta. Sepse megjithëse është bërë goxha punë në arritjen e këtyre të drejtave, përsëri situata, sidomos në Shqipëri, njihet si është. Nuk është fest, por është protest. Dhe jo vetëm që nuk e mendojnë 8 marsin si fest, pa e mendojnë si 8 marsin si një protest apo si një luftë të përhershme të gruas ndaj gjithë fenomeneve negative të cilat cënojnë të drejtat dhe lirit e grave. Në Durrës, vitin e kaluar u lëshuan 471 urdhra të menjëhershëm mbrojtjeje, ndërsa në 2 muajt e parë të këtij viti 75 urdhra të tjerë. Specialno. Shkurt.